Natyrisht që e kaluara është e rëndësishme për me kuptu se prej nga vim, por që ne duhet shohemi nga ardhmja, e ardhmja në sfond duket e trazuar, kur kemi parasysh sfidat në për cilat po kalojmë, konfliktet e hapura, agresioni ndaj Ukrainës, situata e drejtave të njerëzit dhe kriza humane në lindjen e mesme, kriza globale ekonomike, ndryshimet e shpejta teknologjike, ndikimi që sot ka zhvillimi teknologjik dhe inteligjenca artificiale në drejtat e njerëzit, ku algoritmat dhe mundësia e përdorimit të tyre për me ndiku në drejtat tona është shumë herë më i madh se sa që mund të ndikoj një mekanizëm i pushtetit ose një dështim i një autoriteti publik me i përmbush përgjegjësitë që dalin nga ato standarde që ne i kemi vendosur. Dhe natyrisht në këto realitete në cilat ne sot po jetojmë, është shumë rëndësishme me e pa se sa ka vlerë dhe sa e rëndësishme për neve është me i rujt ato parime themelore mbi cilat brezat e tërë kanë kontribuar dhe janë angazhuar me përkushtim për me i vendos jo vetëm si standarde të vendeve të veçanta nacionale, por edhe si parime të së drejtës ndërkombëtare. Institucionet kombëtare të drejtave të njerëzit në krejt këtë çka unë po e konstatoj sot kanë luajtur një rol të veçantë dhe thelbësor. Ndërsa ne përballemi me këto sfida, është e domosdoshme që shtetet, në këtë rast edhe Republika e Kosovës, të ndërmarrë masa konkrete për fuqizimin e institucioneve kombëtare të drejtave të njerëzit, sepse konsideroj se është fundamentale, është bazike, është e domosdoshme, nga se pa fuqizimin e këtyre mekanizmave, duke ruajtur pavarësinë e tyre të plotë, është e pamundur sa të flasim për demokraci, është e pamundur sa të flasim për drejtat e njerëzit. I këtë dënjet, institucionet kombëtare të drejtave të njerëzit, siç është edhe avokati i popullit në Republikën e Kosovës, duhet kenë hapësirë të plotë për me kry mandatin e tyre. Dhe kjo hapësirë nuk nënkupton vetëm aspektin formal të vendosur në legjislacion dhe të plotësuar vetëm si dekor në formatin e mekanizmave institucional. Por, duhet me pas parasysh që zëri i institucioneve kombëtare të drejtave të njerëzit duhet të dëgjohet me seriozitet. Duhet merret parasysh dhe duhet zbatuar krejt ato që dalin si rekomandime nga këto institucione. Natyrisht, vendet në tranzicion, vendet në zhvillim dhe vendet që aspirojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe mekanizmave tjerë ndërkombëtar kanë përgjegjësi dhe rol shumë fisht në këtë aspekt, sepse përveç se duhet të plotësojmë detyrimet ndërkombëtare që dalin si detyra shtëpie për me mujt me vazhdu rrugën tonë drejt integrimeve evropiane, është shumë e rëndësishme me rujt dhe me kultivu vlerat në cilat ne kemi kriju demokracinë tonë dhe shtetin tonë. Ajo që besoj ka me dalë sot nga punimet e kësaj konference e që në vazhdimsi e kam dëgju nga kolegët e mi të nderuar që me përvojën e tyre dhe duke qenë pjesë e angazhimit përditshëm në shtetet për nga vinë, kam arrit me kuptu se të drejtat e njerëzit nuk duhet thjesht mbrohen. Ato duhet vendosur në qendër të çdo politike, të çdo reforme dhe çdo vizioni veprimi për të ardhmen. Dhe unë të besu në vullnetin që ka populli i Republikës Kosovës, por edhe në vizionin e qartë që politika pavarësisht të razirave e, si themi, luhatjeve që ka mund të ketë ndër vite, ka arrit me vendos në qendër të vëmendjes saj, sepse duke kriju një institucion, siç është avokati i popullit, për 25 vite, kanë kontribu me vendos një mbikëqyrje të autoriteteve publike nga një institucion i cili nuk i jep llogari politikës.
Në lidhje me temën e kësaj konference, konsideroj se çështja ndaj saj kërkon vështrim solid drejt individit, si bartës i të drejtave dhe lirive të njerit. Pra, individi jo vetëm si numër në statistika të përgjithshme, por si epicentër me dignitet të panegociueshëm dhe me të drejta të patjetërsueshme. Në kohën tonë kur përballja mes ndryshimeve të intensitetit të lartë global dhe nevoja për përgjigje nga shtetet po shkakton tensione të reja, këto parime për rëndësinë e individit si bartës i të drejtave dhe lirive të njerit morën rëndësi akoma më të madhe dhe karakter ende më të fortë. Sot shtetet lëvizin me sfidave të shumta, siç është ajo e sigurisë, migracionit, zhvillimi i shpejt i teknologjisë, ndryshimet gjeopolitike, por edhe krizat ekonomike. Ky realitet shpesh prodhon presion që tundon ekzekutivin të shpoll përparësitë të kolektivit, të stabilitetit dhe veprime duke u thirrur këndsen në funksion të ruajtjes së interesit të përgjithshëm. Por shoqëritë që duan të mbetin të lira e demokratike nuk duhet ta humbin fokusin nga epicendra e të drejtave të njerit, pra gjithmonë tek individi. Diskutimi për të gjitha aspektet me të cilat sot përballen shoqëritë në kohën e globalizmit është tetë i gjerë dhe i hapur. Në kontekstin global, temat që po vazhdojnë të ngrisin shqetësime dhe ku do të jetë fokusi i trajtimit nga ana ime është zhvillimi me ritme të larta i teknologjisë dhe përpasoj terreni nga ky zhvillim i hapshëm që po fiton përhapja propagandën me pretekstin për ruajtjen e sigurisë kombëtare e shpeshherë duke u thirrur edhe në politikat e migracionit. Në sojet të këtij narracioni, ka rritje të gjithëmbarshme të së djathës ekstreme që në thelb debatin publik e zhvillon përmes gërshetimit me një temë tjetër, që është anatemimi i migracionit, duke përshkruar këtë fenomen si thelbin e stagnimit ekonomik. Këto janë disa nga sfidat e globalizmit që po vazhdojnë në mëtej ta tundin korpusin e të drejtave të njerit. Që prej antikitetit, mendimtarë të mëdhenj kanë vendosur individin dhe të drejtat e njerit në qendër të filozofisë shoqërore. John Stuart Mill, tek On Liberty, e vendos lirinë individuale mbi çdo mekanizëm të shumicës. Në epokën e transformimeve globale, këto parime po tundosen më shumë në shumë raste, ku po sfidohet ekuilibri mes sigurisë, teknologjisë, migrimit në raport me të drejtat e njerit. Debati shumë i madh që po zhvillohet gjithandej, ku jo rol herë vën në ekuilibrim avantazhet mes lirisë së drejtave të njerit dhe sigurisë kombëtare, ose e ashtu quajtur mirëqenie kolektive në raport me të drejtat e njerit. Te siguria kombëtare kemi rastin një bote post 11 shtatorit 2001, ku shpeshherë ka pasur debat për suspendimin e drejtave të njerit në raport me situata që u krijonin. Kurse te mirëqenia kolektive synohen shpeshherë politika diskriminuese ndaj drejtave të njerit në raport me politikat e migracionit. Po flasim për një debat ku po sfidohet demokracia dhe po ofrohet shpeshherë si alternativë autokracia, e ku përpasoj paraqitet ndryshimi një sistemi nga mbrojtja të drejtave të njerit si individ tek mbrojtja një kërkese të kolektivit. So është e mundur mbrojtja një sistemi vlerash ku individi mbetet në epicentër, pra so është e mundur kjo kur sot individi gjendet në vorbullën e digitalizimit me rritje eksponenciale, nga i cili po determinohet lëvizja dhe orientimi për liritë dhe të drejtat e njerit. Viteve të fundit, ka me 10 shembuj me peshë të mëdha ndërkombëtare që kanë ndikuar në këtë aspekt dhe rastet vetëm sapo vinë e shtohen. Digitalizimi dhe mundësia që përmes tij të përhapet propaganda me shpejtësi drite është shndruar në mjet lufte për liritë dhe të drejtat e njerit, ku më së shumti e pëson individi e madje padrejtisht edhe grupe të ndryshme shoqërore, etnike e religjioze. Pra po flasim për pakica apo komunitete të ndryshme që zakonisht janë të marginalizuara në shoqëri të ndryshme. Kjo ka orë sepse digitalizimi ka bërë shpërndarjen e dezinformatave më të shpejtë se aftësia e institucioneve për t'i përballuar dhe për t'i demantuar të njëjtat. Kur informacioni manipulohet, individi e humb terrenin e lirë për të vendosur drejt dhe tensioni social shpeshherë shndrohet në instrument politik. Ta marrim për shembull Brexitin, pikërisht nga dezinformatat e shpërndara në mos, u diktua rezultati në favor të daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Më vonë, ajo që u konstatua dhe me fakti ishte se gjatë asaj periudhe kishte aktivitet të stërngarkuar nga çoqet ruse për të përhapur lojme të pasakta, se gjëja Britania e Madhe po pësonte ekonomikisht duke qenë pjesë e Bashkimit Evropian dhe si pasojë e emigracionit.
Mirë, po nuk ishte vetëm Rusia, so ishin edhe protagonistët brenda Britanisë së Madhe që i dhan flokën kësaj propagande, e pastaj ishte e pritshme edhe përfshirja e Rusisë, e cila ka një qëllim të vetëm, destabilizimin e Britanisë, sikur që e ka të njëjtin synim me vendet e tjera në BE, po edhe vetë brishtësimin e vetë BE-s. Qysh nga dolja e Britanisë, pra dhe sot çdo ditë po dëshmohet për pasojat e vërteta që po ndodhin tani. Dhe perspektivën tuaj cilën e ndatë sot sa i përket të drejtave të njeriut. Ndërkohë, është vërtet nderi veçantë për mua që t'ju drejtohem në hapje të kësaj konference, e cila po mbahet me rastin e shënimit të 25 vjetorit të themelimit të institucionit të avokatit të popullit dhe e cila mbledh së bashku përfaqësues e pjesëmarrës të institucioneve të Republikës së Kosovës, institucionet për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njeriut nga vendet pjesëmarrëse, komunitetet ndërkombëtar, institucionet të pavarura e ekspertët të drejtave të njeriut për të reflektuar mbi një temë që qëndron në themelet e rendit tonë demokratik. Në dekadën e fundit, bota ka hyrë në një periudhë transformimesh të thella që po ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si kuptohen, si interpretohen dhe si mbrohen të drejtat themelore. Përballë zhvillimeve teknologjike, sfidave mjedisore, tensioneve gjeopolitike dhe po ashtu edhe rritjes së polarizimeve shoqërore, institucionet që garantojnë të drejtat e njeriut gjenden sot në një provë të re e në një sprovë të madhe. Këto zhvillime na rikujtojnë se të drejtat e njeriut nuk janë të vetëqëndrueshme dhe ato mbeten të gjalla vetëm për aq kohë sa ekzistojnë institucionet të pavarura e me integritet profesional, të cilat kanë aftësinë të interpretojnë e zbatojnë ligjin në dritën e realitetit shoqëror të kohës. Gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës, që nga themelimi i saj ka pasur mandat dhe detyrë të qartë, të garantojë mbizotrimin e kushtetutës, të mbrojë liritë dhe të drejtat themelore të njeriut dhe të ruajë ekuilibrin ndërmjet pushtetit publik dhe lirisë individuale. Ky mandat buron nga vetë norma e kushtetutës. Kushtetuta jon, krahas përcaktimit të drejtave dhe lirive themelore në kapitullin e 2 të saj, në nenin 22, një drejt për drejt instrumentet më të rëndësishme ndërkombëtare për drejtat e njeriut, përfshirë këtu Konventin Evropiane për drejtat e njeriut dhe Deklaratën Universale për drejtat e njeriut, si pjesë të sistemit tonë juridik. Në të njëjtën kohë, neni 53 i Kushtetutës sonë përcakton qartë që çdo interpretimi të drejtave të njeriut duhet të bëhet në harmoni me jurisprudencën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Ky pra është një pozicion unik dhe i avancuar juridik që e vendos Kosovën brenda një rendi evropian të drejtës, ku standardet ndërkombëtare nuk janë thjesht një referencë, por burim i drejt për drejt i detyrimit kushtetues. I am so sorry I cannot be with you in person to celebrate this significant milestone, the 25th anniversary of the Ombudsperson Institute in the Republic of Kosovo. Please accept my very best wishes from Vienna. Having spent 12 years at the helm of the Finnish Human Rights Center, which is Finland's national human rights institution, and now as director of the EU Agency for Fundamental Rights, I'm an enthusiastic supporter of a strong, independent and effective national human rights structure. At a time when the protection of human rights is being increasingly challenged, the roles of national human rights institutions, equality bodies and ombudspersons are ever more necessary. Human rights institutions and equality bodies depend on well-functioning democracies, respect for the rule of law and good administration in order to operate independently and effectively. But this environment is not always guaranteed. NHRIs and equality bodies are not always able to perform their tasks free from undue interference from governments. In some circumstances, leaders and staff of these bodies have been subject to intimidation and even reprisals. In the European Union,
NHRIs and equality bodies are increasingly assigned oversight and regulatory mandates under EU policy and law. However, new tasks are rarely matched with additional funding and resources. While FRA welcomes the effort to use existing human rights protection structures to address fundamental rights issues, we stress that those structures must be adequately supported to do so with human and financial resources.